عليك باحترام أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الرواية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha adhurimet I takojnë vetëm Allahut të lartë madhëruar, Zotit të botëve. Paqja, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij të sinqert, sahabët e nderuar dhe mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mira deri në ditën e fundit. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi Allahut dhe I dërguari I tij. Jemi me shpjegimin e librit e Rusulu Thalathe, 3 bazat ose 3 parimet themelore të autorit Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, me shpjegimin e shehut Sheikh Doktor Salih ibn Fauzan al-Fauzan, Allahu e ruajt dhe bëf dobi me të për umetin islam. Jemi futur te kapitulli I dytë ose tek parathënia e dytë e autorit, tek çështja e dytë pasi përfunduam çështjen e parë. Thjesht sa për rikujtim, përmendim çështjen e parë të këtij kapitulli, të kapitullit dytë, e kalojmë shumë shpejt sa për rifreskim. Tha autori te kapitulli 2 çështja e parë, tha i'lam rahimakallah, dija Allahut mëshiroft, se është detyrë për çdo musliman dhe muslimane mësimi I këtyre 3 çështjeve dhe puna me to. Dhe tha e para është që Allahu na ka krijuar, en Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, që Allahu na ka krijuar neve, na ka furnizuar neve dhe nuk na ka lënë neve shkele shkopra, nuk na ka lënë neve të pa marrë në llogari, pa përgjegjësi, pa llogari. Por përkundrazi çfarë ka bërë? Bel arsala ileyna rasulan, përkundrazi ai ka dërguar tek neve një pejgamber. Faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man 'asahu dakhala nar, prandaj kush I bindet atij do të futet në xhennet dhe kush e kundërshton atë do të futet në zjarr. Kjo ishte çështja e parë e kapitullit të dytë ose parathënës së dytë. Tashti futemi në çështjen e dytë të kapitullit dytë ose të parathënës dytë. Pra që është mësimi I ditës. Allahu la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahad. Pra ky është titulli kryesor I kësaj çështje, I çështjes dytë. Allahu nuk është I kënaqur që t'i shoqërohet atij në adhurim askush ose asgjë. Pra ky është titull madhor, titull kryesor. Do të fillojmë tani me çështjen. Al-mas'alatu thaniya, pra çështja e dytë e kapitullit të dytë është anna Allah, tani fjala autorit, thot autori, Allah mëshiroft, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahad ghayruhu fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wad-dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Thot autori, Allahu mëshiroft, çështja e dytë thot, me të vërtetë që Allahu I lartë madhëruar nuk është I kënaqur, pra nuk kënaqet që t'i bëhet atij shok, ortak, rival të barabartë, pra shirk në adhurim, askush dhe asgjë tjetër në adhurim me Allahun e lartë madhëruar, bashkë me Allahun ose përveç Allahut të lartë madhëruar, qoftë ai I shoqëruari në shirk në adhurim, qoftë ai edhe nëse është në një melek I afërt me Allahun, pra në një angjëll, apo qoftë ai edhe nëse është në një nebijun mursal, në një I dërguar, pejgamber I dërguar nga Allahu I lartë madhëruar. Nuk lejohet që t'i shoqërohet Allahut I afërt, I ngjashëm, ortak, shok në adhurim, I barabartë, I afërt, I ngjashëm, shok, rival, nuk lejohet, qoftë ai edhe nëse është pra angjëll I afërt apo pejgamber I dërguar. Dhe argument
thot autori wa dalil, argument për këtë thot është fjala e Allahut, ku Allahu thot wa anna al-masajida lillah. Dijeni, pra është e sigurt se, pra s'ka dyshim se me të vërtetë se xhamit janë vetëm për Allahun e lartmadhëruar, janë vetëm për Allahun. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, prandaj mos lutni me Allahun askënd. Pra mos ju lutni as kujt tjetër me Allahun e lartmadhëruar ose bashkë me Allahun ose përveç Allahut të lartmadhëruar. Kjo pra ishte teksti për këtë mësim e fjalës autorit dhe tani do të futemi te shpjegimi i Sheh Feuzanit, Allahu e ruajt. Thot Sheh Feuzani, Allahu e ruajt, kjo çështje thot, pra çështja e dytë që Allahu nuk është i kënaqur që t'i shoqërohet atij asgjë në adhurim, asgjë ose askush në adhurim. Kjo çështje thot lidhet me çështjen e parë që ne sapo e lexuam në fillim të mësimit. Pra me çështjen e parë të kapitullit të dytë që jemi. Hiya bayanu ujubi ibadatillah. Dhe kush është kjo çështja e parë? Është detyrueshmëria. Pra sqarimi i detyrimit, sqarimi i detyrueshmërisë së adhurimit të Allahut të lartmadhëruar, një të vetëm, dhe pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse çfarë tha autori? Thot është detyrë, tha në mësimin para këtij, për çdo musliman dhe muslimane që të di këto çështje. Dhe ato janë, thot, el ula, çështja e parë kush është? Që Allahu na ka krijuar neve, Allahu na ka furnizuar ne dhe nuk na ka lënë neve të lirë, shkelë shko pa u marrë në llogari. Pra kjo çështje lidhet, thot autori, është sqarim, thot, që tregon detyrueshmërinë e adhurimit të Allahut të lartmadhëruar, që ne nuk na ka lënë Allahu kot. Shkelë shko të lirë, lisho, pa qëllim, pa synim, pa u marrë në llogari. Jo, përkundrazi, thot, kjo lidhet, tregon, thot, që është detyrë adhurimi i Allahut të lartmadhëruar. Dhe gjithashtu lidhet, thot, me detyrueshmërinë e pasimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se çfarë tha pastaj. Jo vetëm që nuk na ka lënë shkelë shko, tha, ju kujtohet apo jo? Por përkundrazi ai dërgoi tek neve një pejgamber, kush i bindet atij do të futet në xhenet dhe kush e kundërshton atë do të futet në zjarr. Pra shikoni se si e lidh autori mësimin e ditës sotme me mësimin e kaluar. Pra çështjen e ditës sotme, që është çështja e dytë, me çështjen e parë të mësimit kaluar. Dhe kjo detyrueshmëri, thot, e adhurimit të Allahut të lartmadhëruar dhe pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kuptimi i shahadetein, kuptimi i shahadetit la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Maana shahadati la ilaha illa Allah wa shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Pra kjo lidhet, thot, me kuptimin e shahadetit, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, dhe kuptimin e dëshmisë tjetër të shahadetit, e pjesës dytë të shahadetit, dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Al-mas'alatu thaniya, çështja e dytë, pra vazhdon tani futet në çështjen e dytë. Ky sqarim ishte pra lidhja e kësaj çështje me çështjen përpara saj. Tani thot, me të vërtetë që adhurimi, thot, në qoftë se këtë merreni si rregull. Me të vërtetë, thot, që adhurimi në qoftë se përzihet me shirkun, me idhujtarin, pra çfarë do lloj adhurimi? Në qoftë se përzihet me shirkun, me idhujtarin, me adhurimin e diçkaje tjetër përveç Allahut, ose bashkë me Allahun, me të vërtetë, thot, që kjo nuk pranohet nga Allahu i lartmadhëruar. Sepse, thot, duhet patjetër që adhurimi të jetë khalisatan li wajhillah, që adhurimi të jetë i pastër vetëm për fytyrën e Allahut të lartmadhëruar. Pra i pastër nga shirku i madh dhe kufri i madh, dhe nga shirku i vogël dhe kufri i vogël. Faman abada Allah wa abada ma'ahu ghayrahu fa ibadatuhu batilatun wujuduha ka'adamiha. Dhe vazhdon Sheh Feuzani shpjegimin e tij duke thënë, prandaj thot, kush e adhuron Allahun e lartmadhëruar, shikoni vëllezër, kush e adhuron, nuk thot kush nuk e adhuron, kush e adhuron Allahun e lartmadhëruar. Faman abada Allah wa abada ma'ahu ghayrahu, dhe pastaj adhuron edhe dikë tjetër bashkë me Allahun njëkohësisht, pra kush e adhuron Allahun e lartmadhëruar dhe njëkohësisht paralelisht adhuron edhe dikë tjetër ose diçka tjetër bashkë me Allahun e lartmadhëruar, në këtë rast adhurimi i tij është i kot, është i prishur, është i asgjësuar. Dhe ujuduha ka'adamiha, pra është një lloj, thot, si e bëre këtë adhurim, që ti ja shoqërove bashkë me Allahun ose njëkohësisht me Allahun ose përveç Allahut,
për ja shoqërove bëre shirk, bëre idhujtari, i bëre Allahut shok në adhurim, rival, të barabartë, të ngjashëm. Është një lloj, si e ke bërë thot, si nuk e ke bërë thot, ai adhurim nuk pranohet tek Allahu i lartë madhruar, sepse thot adhurimi لأن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والتوحيد. Tani futemi këtu te dy kushtet e adhurimit. Sepse thot, dy kushtet e pranimit të adhurimit. Sepse adhurimi thot, nuk i bën dobi njeriu. Çfarë do lloj fjale adhurimi, vepre adhurimi, nuk i bën dobi njeriu. Vetëm se me këto dy kushte thot. E para, el ikhlas, pastërtia, sinqeriteti i veprës, që të jetë e zhveshur nga shirku i madh dhe i vogël, pra nga shirku i madh dhe kufri i madh, dhe nga shirku i vogël dhe kufri i vogël që është syfajsia. Wa tauhid, pra vetëm se duke qenë me ikhlas, me pastërti, me sinqeritet për Allahun e lartë madhruar, që adhurimi të kushtohet vetëm Allahut, dhe me tauhid, që adhurimi të jetë vetëm për Allahun e lartë madhruar dhe larg shirkut dhe kufrit. Për adhurimi të jetë i veçuar dhe i veçantë vetëm për Allahun e lartë madhruar. Fa idha khalataha shirkun fasadat. Prandaj, në qoftë se përzihet shirku në adhurim, pra në qoftë se në një vepër adhurimi futet edhe shirku, njeriu ja kushton atë vepër përveç Allahut edhe dikë tjetër, pra shoqëron në adhurim përveç Allahut azza wa jall, shoqëron edhe dikë tjetër ose diçka tjetër në adhurim, pra i bën Allahut shok, rival në adhurim, atëherë kjo vepër prishet dhe asgjësohet dhe neutralizohet dhe shfuqizohet dhe nuk pranohet nga Allahu i lartë madhruar, kema qala ta'ala, siç ka thënë Allahu i lartë madhruar në Kur'an, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Siç ka thënë Allahu i lartë madhruar, thot Sheikh Fauzani, duke marrë si argument këtë ajet Kur'ani, siç ka thënë Allahu i lartë madhruar, me të vërtetë që të shpallur ty o Muhammed dhe atyre që ishin përpara teje, që nëse i bën shok Allahut, nëse i bën ortak Allahut, rival, të barabartë, të ngjashëm Allahut, nëse i shoqëron Allahut diçka ose dikë tjetër në adhurim, s'ka dyshim se do të asgjësohen veprat e tua dhe pa dyshim se do të jesh prej njerëzve të humbur. Dhe po ashtu, Allahu lartë madhruar ka thënë në një tjetër ajet, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Nëse ata i bëjnë shok Allahut në adhurim, nëse ata i shoqërojnë Allahut shok, rival, ortak, të barabartë, të ngjashëm në adhurim, dikë tjetër apo diçka tjetër me Allahun, atëherë s'ka dyshim se do të asgjësohet atyre ajo që ata vepruan, ato vepra që ata i punuan i vepruan, do të prishen, do të asgjësohen dhe nuk do të pranohen nga Allahu i lartë madhruar. Prandaj nuk quhet, thot Sheikh Fauzani, adhurimi vetëm se me tauhid. Pra kushti që një vepër adhurim të pranohet tek Allahu i lartë madhruar, duhet që njeriu të ketë tauhid. Pra që vepra të mos ketë shirk, qoftë të madh apo të vogël. Mos ketë shirk, po të jetë vetëm adhurim ndaj Allahut të lartë madhruar, pa shirk të madh dhe të vogël dhe pa kufër të madh dhe të vogël. Ashtu sikurse thot namazi nuk quhet namaz vetëm se me abdes, me pastërti. Ashtu sikurse pra namazi nuk quhet namaz vetëm se me abdes, duke qenë i pastër, por nëse përzihet shirku në adhurim, thot, atëre shirku, idhujtaria e prish atë vepër adhurimi, ashtu sikurse thot edhe pastërtia, pra edhe abdesi, në qoftë se idha khalataha naqidun min nawaqid al-wudu, nëse në abdes futet një shfuqizues prej shfuqizuesve të abdesit, pra e kap njeriu një prishje prej prishësve të abdesit, atëherë thot abdesi prishet. Pra nëse njeriu e kap, e prek një nga ato gjëra që e prishin abdesin, çfarë ndodh me abdesin? Abdesi prishet. Nuk është i saktë abdesi dhe rrjedhimisht as namazi, nëse ai falet pa abdes, nuk është i saktë. Thot po ashtu thot edhe adhurimi, nëse futet shirku në adhurim, aleikum selam rahmetullah. Pra nëse njeriu bën një vepër adhurimi dhe e fut aty në këtë vepër shirkun, i vë Allahut shokvënie në adhurim, qoftë shirki i madh apo i vogël, atëherë kjo vepër prishet dhe nuk pranohet tek Allahu lart madhruar. ولهذا يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. Thot Sheikh Fauzani, Allahu
e ruajt. Prandaj thot Allahu lart madhruar bashkon në shumë ajete të Kuranit midis thot urdhërimit që të adhurohet vetëm Allahu lart madhruar, mos harroni këtë vëllezër. Allahu lart madhruar në shumë ajete të Kuranit bashkon njëkohësisht në një urdhër midis urdhërimit që të adhurohet vetëm Allahu lart madhruar, por njëkohësisht dhe paralelisht në të njëjtin ajet ose në ajetin vijus brenda një ajeti ose në ajetin tjetër ndalon nga shirku njëkohësisht. Pra nuk thot vetëm adhuroni Allahun, siç do të shohim në ajetet që do të vinë. Nuk thot o ju njerëz adhuroni Allahun. Jo, thot adhuroni Allahun dhe mos i bëni atij shok në adhurim. Siç do ta shohim tani në ajetet vijuse. Qala Ta'ala, ka thënë Allahu lart madhruar, se dikush mund të thot po ky hoxha pse po e shtrëngon, pse po thot kështu. Dalet i fusim një njerëzit adhurojnë Allahun, pastaj do t'i ndalojmë dhe nga shirku. Jo, është urdhër absolut, i panegociueshëm, është urdhër nga Allahu lart madhruar, adhuroni Allahun, po ky adhurim që i bëhet Allahut nuk duhet të ketë shirk brenda që të pranohet. Adhuroni Allahun dhe shohim tani ajetet. Allahu thot wa abudullaha, adhuroni Allahun. Çfarë thot në pjesën tjetër? Wa la tushriku bihi shay'a. Ajo që sapo tham. Pra nuk është fjala e hoxhës, fjala në një shehu, fjala e këtij shehu të Sheh Fauzanit, fjala e Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhabit, fjala e filanit apo i fistekut. Jo, është fjala e Zotit ton, i cili ka thënë, na ka thënë të gjithëve, wa abudullaha, adhurojeni Allahun, urdhër që të adhurohet Allahu lart madhruar dhe gjithashtu ndales nga shirku. Wa la tushriku bihi shay'a, dhe mos i shoqëroni me të me Allahun asgjë dhe askën në adhurim. Gjithashtu Allahu azza wa jall thot wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Allahu thot dhe ata nuk urdhëruan me diçka tjetër vetëm se që ta adhurojnë Allahun e lart madhruar të pastër, të sinqert nga shirku dhe fen t'ia kushtojnë vetëm atij, hunafa, të jenë të pastër nga shirku. Siç ishte feja e pastër Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Më pas në një tjetër ajet Allahu thot, tani Sheh Fauzani ka renditur një sër argumentesh, një sër ajetesh Kurani për të mbështetur fjalën e autorit dhe shpjegimin e tij. Allahu azza wa jall gjithashtu thot wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Thot Allahu lart madhruar në këtë ajet Kurani, dhe wa ma arsalna min qablik, dhe ne nuk kemi dërguar përpara teje o Muhammed në një pejgamber, do një nebi, në një rasul, vetëm se i kemi shpallur atij se me të vërtet la ilaha illa ana, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç meje. Fa'budun, prandaj ma adhuroni mua, prandaj ma adhuroni vetëm mua. Fa qawluhu ta'ala la ilaha illa ana, thot Sheh Fauzani, fjala Allahut nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç meje, pra fjala Allahut, janë dy urdhra, atë që sapo e përmendëm disa minuta më përpara. Në këtë ajet Kurani ka dy urdhra, dy urdhëresa. Nefi shirk, mohimi i shirkut, la, me fjalën la, është pjesës mohuese ndaluese në gjuhën arabe që do thotë jo ose nuk. La, ilahe, nuk ka të adhuruar. Pastaj vjen illa ana, përveç meje. Pra, na ka urdhëruar Allahu lart madhruar që të mohojmë shirkun. Aleikum salam rahmetullahi barakatuh. Të mohojmë shirkun dhe të pohojmë, të konfirmojmë adhurimin vetëm për Allahun e lart madhruar azza wa jall. Më pas Allahu subhanahu wa taala thot wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dhe Allahu thot në këtë ajet Kurani, dhe Zoti jot ka urdhëruar, ka gjykuar prerazi qartazi o Muhammed, ala ta'budu illa iyyahu, që të mos adhuroni askën tjetër përveç tij. Pra ka ndaluar nga adhurimi i dikujt tjetër ose i diçka tjetër illa Allah, por ka pohuar, ka konfirmuar përveç Allahut të lart madhruar. Një tjetër ajet Kurani, dhe unë të rej vëmendje këtu për vëllezërit, shikoni stilin e dietarit. Se ne vetë se po i lexojmë, po i përkthejmë për vëllezërit, por shikoni me vëmendje stilin e dietarit se si rendit argumentet njëri pas tjetrit. Edhe kjo është stili i atyre që janë në rrugën e drejtë që pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sahabët, tabiinët dhe dietarët. Ata i mbështesin fjalët e tyre në argument dhe nuk flasin fjalë pa argument dhe fjalë të përgjithshme.
Vazhdojmë me ajetin tjetër ku Sheh Fauzani ka zgjedhur një tjetër ajet për të mbështetur tekstin e autorit dhe shpjegimin e tij, ku Allahu Azza wa Jall thot: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ka thënë Allahu i patëmeta, me të vërtetë që ne kemi dërguar në çdo popull nga një pejgamber. Çfarë u ka thënë popullit ai pejgamber? Ani abudullah, që të adhuroni Allahun, wajtanibu tagut, dhe largohuni tagutit, largohuni shirkut, largohuni çdo gjëje që adhurohet në vend të Allahut ose bashk paralelisht me Allahun. Dhe thot Sheh Fauzani këtu, shikoni, thot se si Allahu i lartëmadhruar e ka lidhur, e ka përmendur bashk, e ka lidhur, e ka bashkuar, e ka bashkangjitur urdhrin, thot, për të adhuruar Allahun e lartëmadhruar nga njëra anë dhe njëkohësisht për t'u larguar nga adhurimit të tjerëve përveç Allahut të lartëmadhruar në një ajet Kurani. Sepse thot adhurimi nuk quhet adhurim vetëm se duke u larguar nga taguti, i cili thot është shirku. Pra çdo gjë që adhurohet në vend të Allahut të lartëmadhruar quhet shirk. Dhe quhet futet tek kategoritë e tagutit. Allahu i lartëmadhruar gjithashtu në një ajet tjetër Kurani ka thënë: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. Dhe kush e mohon tagutin, pra shirkun, dhe beson Allahun, ai është kapur pas lidhjes më të fortë e cila nuk putet kurrë. Shikoni vëllezër, e njëjta metodologji. Kush e mohon tagutin, pra shirkun, kush distancohet, largohet, kush e mohon shirkun, çdo gjë që adhurohet në vend të Allahut ose bashkë me Allahun, e mohon atë dhe beson Allahun e lartëmadhruar, ky njeri është kapur mas lidhjes më të fortë, thot Allahu, që nuk putet kurrë. Subhanallah. Prandaj imani në Allahun e lartëmadhruar, thot, nuk mjafton që njeriu të thot unë besoj në Allahun. Jo. Imani në Allahun e lartëmadhruar nuk është i plotë dhe nuk mjafton vetëm nëse ai shoqërohet me mohimin e shirkut, me mohimin e tagutit, me mohimin e atyre gjërave ose atyre njerëzve ose atyre sendeve, objekteve që adhurohen në vend të Allahut ose bashkë me Allahun. Në qoftë se ato nuk i mohon njeriu, po pohon vetëm adhurimin e Allahut, po pa i mohuar tagutin dhe shirkun, nuk mjafton imani i tij. Siç do ta shikojmë me argumente të tjera më pas. Sepse thot Sheh Fauzani, nëse do të ishte kështu, atëherë thot i dhujtarët besojnë thot në Allahun, mushrikët. Qoftë në kohën e pejgamberit sa sam, qoftë në çdo kohë. Besojnë që ka një krijues, ka një Zot. Mirë, por çfarë bëjnë ata? Lakinnahum yushrikuna bihi. Por sa ata thot vejnë shirk, i shoqërojnë Allahut të adhuruar të tjerë të njëjtë ose të ngjashëm ose të barabartë me Allahun e lartëmadhruar, ose i marrin ata si ndërmjesa midis tyre dhe midis Allahut të lartëmadhruar. Thot Allahu Azza wa Jall tani për këtë fjalë. Pra a është e vërtetë kjo? A është fjalë e Sheh Fauzanit kjo? A është fjalë e Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabit? A është fjalë e hoxhës që po lexon apo është fjalë e Allahut apo e dërguarit i tij? Le ta shohim. Thot Allahu i lartëmadhruar në Kur'anin madhështor: "Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun." Thot Allahu i lartëmadhruar, dhe nuk beson ndryshe shumica e tyre tek Allahu vetëm se duke i bërë Allahut shok në adhurim. Subhanallah. Pra shumica e tyre thot, nuk e besojnë Allahun ndryshe me ndonjë besim tjetër, me ndonjë rrugë tjetër, por se duke besuar në Allahun, po bashkë me Allahun duke i shoqëruar atij dhe i idhuj në adhurim. Këtë lloj forme besojnë ata. Por këtë lloj besimi Allahu nuk e pranon. Prandaj sqaroi thot Allahu i patmeta që tek idhujtarët ka iman. Ekziston një lloj kategorie e imanit, e besimit, por walakin yufsidunahu bi shirk, por ata thot e prishin këtë iman, e asgjësojnë, e shfuqizojnë këtë iman që kanë duke i bërë Allahut shirk në adhurim. Wal iyadu billah, dhe Allahu na ruaj. Hadha ma'na qawli Sheikh, thot kjo është kuptimi, pra shiko tani gjithë shpjegim që bëri Sheikhu kthehet tani te fjala e autorit. Dhe thot, pra, kjo që ne sapo lexuam, thot kjo është fjala
e kuptimit të shehut, thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, i cili thot kush e adhuron Allahun, anna man abada Allah wa ta'a ar-rasul fa innahu la yushrik billahi shay'an lianna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Ky thot është kuptimi i shehut që kush e adhuron Allahun dhe i bindet të dërguarit, me të vërtetë që ky njeri nuk duhet t'i shoqërojë Allahut asgjë në adhurim. Pra ai i cili dëshmon la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, thot që nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, dhe thot se Muhamedi është i dërguari i tij, dhe thot se ai unë i bindem Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Unë dua t'i bindem, unë dua ta pasoj rrugën e profetit alayhi salatu wasalam. Ky njeri thot që thot kështu, nuk duhet që të bëj shirk, nuk duhet që t'i shoqëroj Allahut asgjë në adhurim. Ky është kuptimi i fjalës shehut, thot që Allahu nuk kënaqet që t'i shoqërohet atij diçka ose dikush tjetër në adhurim. Ka thënë Allahu i lartë madhruar ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton drejt për së drejti nga Allahu i lartë madhruar në një hadith kutsi, tani ka marrë Shef Ozani argumente nga hadithet, nga suneti tani. Pasi që solli një sër argumentesh nga Kurani famëlart, kalon tani tek burimi i dytë i shariatit që janë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të themeluar dhe për të instaluar këtë besim, këtë akide, që Allahu i lartë madhruar nuk kënaqet që t'i shoqërohet atij dikush ose diçka tjetër në adhurim. Dhe vjen tani argumenti nga suneti. Ju të rej vëmendjen, shikoni metodologjinë e shpjegimit shkencor të dietarëve. Pasi që jep rregullin, vazhdon me argumentimet nga Kurani, nga suneti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith kutsi që transmeton nga Zoti i tij, qala Allahu Ta'ala, ka thënë Allahu i lartë madhruar, ana aghna shurakai ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu, akhrajahu Muslim. E transmeton hadithin Muslimi. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam se Allahu i lartë madhruar ka thënë, unë jam më i pasuri, më i panevojshëm për ortak, për rival, për shokvenje, për të barabartë, për ndërmjetësa. Jam më i pasuri, më i panevojshëm për ortak. Pra jam më i pasuri, më i panevojshëm për ortak, pra për rival, për barabartë, që të më bëjnë mua shirk. Prandaj thot, kush punon një punë, kush vepron një vepër, në të cilën më shoqëron mua në këtë vepër, thot, diçka tjetër përveç meje ose dikë tjetër përveç meje, taraktuhu wa shirkahu, un e lë atë, e braktis atë, thot, atë personin dhe punën e tij, shirkun e tij e lë, e braktis. Sepse thot Shef Ozani, ka njerëz thot që falin namazin. Ka njerëz që dëshmojnë shahadetin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe madje thot falen shumë. Dhe ka njerëz që agjerojnë, thot, ka njerëz që kryejnë haxhin, por ata thot i luten varreve të ngritura, i luten teqeve, i luten tyrbeve. Dhe adhurojnë thot, për shembull thot Hasanin dhe Huseinin, siç janë Rafidat, siç janë Shiat, adhurojnë Hasanin dhe Huseinin, dy niprit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo ata që adhurojnë Bedewiun, el-Bedewi, që është një sekt prej sekteve të humbura, apo ata cilët adhurojnë filanin, thot, apo fistekun, duke kërkuar ndihmë nga të vdekurit. Këta thot, janë njerëz që adhurimet e tyre janë të kota, janë të prishura, janë të asgjësuara, thot, janë të pavlefshme. Sepse ata kanë shoqëruar me Allahun e lartë madhruar shirk. Li'annahum yushrikuna billah, sepse ata bëjnë shirk në Allahun e lartë madhruar, i shoqërojnë Allahut shok, rival, të barabartë, të ngjashëm në adhurim, pra përveç Allahut ose bashkë me Allahun e lartë madhruar. Ata thot përziejnë adhurimin e tyre me shirkun. Prandaj puna e tyre është e kot, puna e tyre është e asgjësuar, është e zhvlerësuar, është e shfuqizuar, derisa ata ta njësojnë Allahun e lartë madhruar në adhurim, derisa ata ta veçojnë Allahun e lartë madhruar me adhurim, pra derisa ata veçojnë adhurimin vetëm për Zotin e botrave,
dhe ta zhveshin adhurimin nga të gjitha gjërat që prishin adhurimin, siç janë shirku i madh dhe i vogël dhe kufri i madh dhe i vogël, dhe t'ja përkushtojnë adhurimin me sinqeritet vetëm Allahut të lartë madhruar, me pastërti vetëm ndaj tij, dhe ta lënë adhurimin ose adhurimet e të tjerëve përveç Allahut të lartë madhruar. Nëse nuk e bëjnë këtë, wa illa fa innahum laysu ala shay, dhe nëse ata nuk e veprojnë këtë gjë, nuk e braktisin shirkun dhe kufrin, atëherë ata thot nuk janë në rrugën e drejtë, nuk kanë asnjë lidhje me rrugën e drejtë. Prandaj duhet kemi kujdes thot, dhe duhet kemi vëmendjen në këtë çështje, thot Sheh Fauzani, dhe e thekson tani përsëri fjalën e autorit për efekt përsëritje, thot li anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun ka'inan man kan. Prandaj thot, sepse Allahu i lartë madhruar nuk kënaqet, nuk është i kënaqur që ti shoqërohet me të në adhurimin ndaj tij askënd dhe asgjë me Allahun e lartë madhruar, kushdo qoftë ai. La yarda subhanahu wa ta'ala bi musharakati ahadin mahma man kan, nuk është i kënaqur thot Allahu i patmeta që ti bëhet atij rivalitet, shokvënie, shok, idhujtari në adhurim, kushdo qoftë ai pra që i shoqërohet atij në adhurim. Dhe të mos thot dikush thot që un ana attakhidhu min al-awliya was-salihin wat-tayyibin shufa'a. Futemi tani tek tema e ndërmjetësimit, ku shumica e njerëzve fatkeqësisht sidomos në vendin ton, por kjo është kudo në të gjitha vendet e botës, thonë që ne nuk po ja adhurojmë këta të vdekurit. Këta evlijat, këta njerëzit e mirë, njerëzit e shenjtë, ne nuk po ja adhurojmë këta. Thënë atyre. Pra të mos thot dikush thot shehu që si thonë idhujtarët, ana attakhidhu min al-awliya was-salihin wat-tayyibin shufa'a, unë i marr si ndërmjetës evlijat, pra njerëzit në thonjza gjoja të shenjtë sipas pretendimit të tyre, apo njerëzit e sinqert, besimtarët e sinqert, njerëzit e mirë, nuk i adhuroj, po i marr ata si ndërmjetës midis me dhe Allahut. Mos thoni thot, pra të mos thot dikush që unë nuk po i adhuroj idhujt, el-asnam wal-awthan, pra idhujt, qofshin ata idhuj me figura, me statuja, me skulptura, me imazhe, apo idhujt të përgjithshëm siç janë pemët, gurët, drurët, varret e tjera me radhë. Pra të mos thot dikush që unë nuk po i adhuroj këto, siç thoshin njerëzit në kohën e xahilitetit. Ana attakhidhu haula'i shufa'a, por unë në fakt nuk po i adhuroj, por po i marr këta si ndërmjetës, që këta të ndërmjetësojnë tek Allahu i lartë madhruar. Ana la a'buduhum, nuk po i adhuroj këta, por po i marr si ndërmjetës. Atëherë i themi këtij njeriu thotë që thot kështu, ose këtyre njerëzve që thon kështu, kjo fjalë që thoni ju thotë është fjala e kohës së xahilitetit përpara se të zbritej Kurani, famulart. Ata i thoshin njëri tjetrit ittakhidhuhum shufa'a 'inda Allah, i merrni ata si ndërmjetës që të ndërmjetësojnë tek Allahu i lartë madhruar. Sepse këta janë njerëz të sinqert, janë evlija, nga evlijat e Allahut, janë të dashur nga të dashurit e Allahut, janë njerëz që kanë bërë vepra të mira, por Allahu i lartë madhruar nuk është i kënaqur, thotë Sheh Fauzani, me këtë lloj ndërmjetësimi, me këtë lloj vepre, nuk është i kënaqur. Dhe tani pjesa tjetër ku autori thot anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun ghayruhu fi ibadatihi, Allahu i lartë madhruar nuk është i kënaqur që ti shoqërohet atij dikush ose diçka me atë ose bashkë me të në adhurim, qoftë ai tani, pjesa e dytë, qoftë ai ndonjë angjëll i afërt me Allahun, melek i afërt, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Pra qoftë ai i shoqëruari, shok në adhurim, që njerëzit e marrin si ndërmjetës apo si të adhuruar me Allahun ose bashkë me Allahun, qoftë ai edhe nëse është melek, angjëll i afërt tek Allahu apo ndonjë profet pejgamber i Allahut azza wa jall. Sot Sheh Fauzani, fjala autorit la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, pra qoftë ai i marri si i adhuruar në vend të Allahut ose bashkë me Allahun, pra ai që njerëzit i shoqërojnë diçka në adhurim, qoftë ai nëse është në një angjëll i afërt apo në një pejgamber i dërguar, kuptimi këtu thotë është për melekun e afërt ose me lajket e afërt, thotë një melek i afërt është ai melek i cili është meleku më i mirë thotë tek Allahu i lartë madhruar, dhe ky është Xhibrili alayhi salatu wasalam. Gjithashtu me lajket e tjerë të afërt me Allahun janë me lajket që mbajnë arshin,
dhe ata që janë rreth e rrotull pra arshit. Wal malaikatil muqarrabuna min Allah, dhe melajket e afërt me Allahun e lartmadhëruar, edhe pse thot janë afër me Allahun e lartmadhëruar dhe janë afër me adhurimin që ja kryen Allahut e lartmadhëruar dhe kanë një vend dhe një pozitë të afërt tek Allahu i lartmadhëruar, përsëri thot law ashrakahum ahadun ma'a Allahi fil ibadah fa inna Allaha la yarda bi an yushraka ma'ahu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Me gjithë këta thot, edhe pse ky melek i afërt tek Allahu ose këta melajke të afërt tek Allahu, edhe pse janë të afërt tek Allahu i lartmadhëruar dhe kanë një pozitë të afërt dhe të madhe tek Allahu i lartmadhëruar, përsëri thot, nëse dikush i merr këta si ndërmjetës, i lutet këtyre ose i kërkon këtyre ndihmë ose i merr këta si ndërmjetës tek Allahu i lartmadhëruar, qoftë ai melek i afërt apo pejgamber i dërguar, siç është pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ose Isa alayhi salatu wasalam ose Nuhu ose Ibrahimi alayhi salatu wasalam, me të vërtetë që Allahu i lartmadhëruar thot nuk është i kënaqur, pra nuk kënaqet që ti shoqërohet atij përveç Allahut ose bashkë me Allahun dikush tjetër ose diçka tjetër, qofshin ata thot nëse janë me lajke të afërt, në një melek i afërt apo në një pejgamber i dërguar. Prandaj përsërit shehu duke thënë e thekson fa huwa la yarda an yushraka ma'ahu ahadun min al-malaika wala min ar-rusul. Prandaj ai Allahu i lartmadhëruar nuk kënaqet, nuk është i kënaqur që ti shoqërohet atij shok në adhurim, ti bëhet atij shirk, shok në adhurim, askush prej melajkeve dhe as prej pejgamberëve, prej të dërguarve. Atëherë lind pyetja, kur Allahu i lartmadhëruar nuk është i kënaqur dhe nuk e lejon që njerëzit të marrin si ndërmjetës ose ti luten melajkeve të afërt ose pejgamberëve të Allahut azza wa xal, atëherë thjesht çështja thot Sheh Fauzani tani, kur njerëzit marrin si ndërmjetës midis tyre dhe Allahut ose u luten të tjerëve përveç Allahut prej njerëzve. Njerëz të thjeshtë janë njerëz të mirë, njerëz evlija siç ata i quajnë, njerëz të devotshëm, njerëz evlija, pra njerëz sipas tyre në thonjza, njerëz të shenjtë apo njerëz që kanë një pozitë. Kur Allahu i lartmadhëruar ka ndaluar që njerëzit të marrin me lajket më të afërt tek Allahu dhe pejgamberët e tij të zgjedhur, që e ka ndaluar pra që ata të merren si ndërmjetës dhe që njerëzit të luten atyre, atëre të tjerët përveç tyre që janë njerëzit e thjeshtë është më primare, më përparësore që Allahu ta ndalojë këtë gjë dhe të mos jetë i kënaqur me këtë lloj vepre. Por ata të cilët e bëjnë këtë duke marrë me lajket si ndërmjetës apo pejgamberës si ndërmjetës apo njerëzit e shenjtë, e vlijat apo njerëzit e devotshëm, çfarë thanë? Allahu i lartmadhëruar thotë se ata thanë, ne nuk po ja adhurojmë këta, ne nuk po u lutemi këtyre, nuk po ja adhurojmë këta, por çfarë thanë? Thanë ne po i marrim këta si ndërmjetësa midis nesh dhe midis Allahut. A e pranoi Allahu i lartmadhëruar këtë lloj besimi të tyre? Thot Allahu i lartmadhëruar në Kur'anin famëlart, Allahu azza wa jall tha se ata idhujtarët thoshin, Allahu thot ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ata idhujtarët thanë, ne nuk po i adhurojmë këta, por ne po i marrim këta si ndërmjetës midis nesh dhe Allahut që këta të na afrojnë ne me Allahun azza wa jall. Por Allahu i lartmadhëruar e refuzoi këtë lloj besimi të tyre që ata e pretendonin dhe që e thoshin se ne po i marrim njerëzit e mirë, njerëzit e vërtet, njerëzit e sinqert, e vlijat, si ndërmjetësa midis nesh dhe Allahut, jo që t'i adhurojmë, por që këta të na afrojnë neve tek Allahu me një afrim. Dhe Allahu azza wa jall sa për ta, sa ata thanë, ma na'buduhum, ne nuk po i adhurojmë ta, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, por vetëm ne duam që këta të na afrojnë neve me Allahun. Ne nuk po i lutemi këtyre, nuk po i adhurojmë këta, por po i marrim këta si ndërmjetës, si afruesa që këta të ndërmjetësojnë dhe të na afrojnë ne me Allahun e lartmadhëruar, por Allahu azza wa jall e refuzoi këtë besim të tyre. Wa illa fahum ya'taqiduna anna haula'i la yakhluquna wa la yarzuquna wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura. Sot Sheh Fauzani se këta idhujtarët në fakt thot, në të vërtetë thot,
e besojnë në veten e tyre, e dinë thot se ata nuk krijojnë dot asgjë. Nuk i japin dot atyre as furnizim, as risk, dhe as nuk posedojnë, nuk kanë në dorë as vdekjen dhe as jetën dhe as ringjalljen. Ata e dinë këtë gjë. Por qëllimi i tyre thot është ndërmjetësimi tek Allahu, që ata ti përdorin këta, ti marrin këta sipas pretendimit të tyre si ndërmjetësuesa tek Allahu i lartëmadhëruar. Prandaj ata i kushtuan diçka ose sende ose gjëra prej adhurimit këtyre që ti marrin si të afruar, pra si ndërmjetësa që ti afrojnë ata me Allahun e lartëmadhëruar, siç janë për shembull dhabahu lil qubur, ata therrën apo pren kurban për varret, wa nadharu lil qubur, dhe bën zotim, u zotuan për të vdekurit, wastaghathu, i kërkuan atyre ndihmë, wa hatafu bil amwat, dhe i thirrën ndihmë, pra i kërkuan ndihmë të vdekurve, ju drejtuan të vdekurve me thirrje, me zë të lartë, që të vdekurit i ndihmojnë ata apo t'i marrin ata si ndërmjetësa tek Allahu i lartëmadhëruar. Dhe përsëri Sheh Fauzani e thekson tani temën kryesore, thot la yarda Allahu bi musharakati ahadin ka'ina man kan. Por Allahu i lartëmadhëruar thot, nuk është i kënaqur që të marr pjesë në adhurim askush tjetër dhe asgjë tjetër me Allahun e lartëmadhëruar, ose bashkë njëkohësisht me Allahun, kushdo qoftë ai thot. Dhe kjo thot është shumë e qartë në Kur'an dhe në Sunet, por lakin limen yaqil wa yatadabbar, por këtë thot e kupton vetëm ai i cili thot logjikon, i thërret mendjes, dhe ai i cili mediton thellë thot, dhe ai i cili thot e lë e braktis pasimin e verbër, apo ai i cili e lë dhe e braktis justifikimin apo arsyetimin e kot. Pra njerëzit pasojnë një sheh apo një wali apo një evlia apo një hoxh apo një sekt apo një tarikat me pasim të verbër. Apo fillon dhe gjen rrugdalje, justifikime, arsyetime të kota thot. Prandaj duhet kemi vëmendje dhe duhet kemi kujdes thot për veten tonë në këtë çështje. Wa dalil ala anna Allah la yarda ay yushraka ma ahadin ka'ina man kan qawluhu ta'ala. Dhe argument thot që Allahu i lartëmadhëruar nuk kënaqet që ti shoqërohet atij diçka në adhurim, dikush tjetër apo diçka tjetër në adhurim, kushdo qoftë ai. Argumentot për këtë është fjala Allahut të lartëmadhëruar. Tani është argumenti wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Argument është fjala Allahut azza wa jall, ku Allahu thot, dhe s'ka dyshim me të vërtet se xhamit janë vetëm për Allahun, prandaj mos lutni me Allahun askënd. Mos lutni me Allahun askënd. Xhamit janë shtëpitë e Allahut të lartëmadhëruar, ato janë vende të përgatitura, të përcaktuara për namaz, dhe janë vendet apo sipërfaqet apo vendet apo territoret më të dashura tek Allahu i lartëmadhëruar në tokë. Ato janë shtëpi të cilat Allahu i lartëmadhëruar ka dhënë leje që të ngrihet dhe të përkujtohet emri i tij i madhërisëm. Prandaj yajib an takuna hadhihi al-masajid mawatin li ibadati Allahi wahda. Prandaj është detyrë thotë që këto xhami, thotë Sheh Fauzani, të jenë të përkushtohen, të dedikohen vetëm për adhurimin e Allahut të lartëmadhëruar një të vetëm, dhe të mos ndodh në to, të mos bëhet në to asgjë tjetër, asnjë vepër tjetër, asnjë adhurim tjetër përveç Allahut të lartëmadhëruar. Prandaj dhe këtu sjell disa shembuj shehu, fala tubna fiha al-qubur, prandaj nuk lejohet thotë që të ndërtohen në xhami varre, dhe as varre të ngritura në formë kube apo tyrbe apo teqe, pra një godin, një pllak apo një gur lart, pra varre që kanë në të si tip shtëpiza të vogla, siç janë kubet apo tyrbet apo teqet, pra një varr i ngritur me një strukturë të ngritur lart, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e ka mallkuar atë që bën këtë lloj vepre. Jo e ka ndaluar, po e ka mallkuar atë njeri i cili i adhuron varret ose i merr varret si adhurim, si vend adhurimi. Dhe na ka njoftuar neve thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush e vepron këtë ka mallkimin e Allahut azza wa jall. Dhe kjo vepër thot është nga veprat e jehudëve dhe të krishterëve, dhe na ka ndaluar ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund të jetës tij
subhanallah, në agonit dhe mundimet dhe në çastet e fundit të jetës, kur ai po jepte shpirt sallallahu alaihi wasallam, duke thënë: "Ala inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubur masajid." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet që ata të cilët ishin përpara jush i merrnin varret si vend falje. Pra i merrin, i konsideronin varret si vende për të falur. Hadha yaquluhu wa huwa fi siyaq al-maut, e thot këtë fjalë në momentet e fundit të jetës. Gjithashtu ka thënë: "Ala fala tattakhidhu al-qubur masajida." Prandaj thot, mos i merrni varret si vend falje. Fa inni anhaakum an dhalika, se un ju ndaloj juve nga një vepër e tillë, e transmeton hadithin Muslimi. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu: "La'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara", mallkimi i Allahut qoftë mbi çifutët dhe të krishterët, ittakhadhu qubur awliyaihim masajid, sepse ata i morën varret e pejgamberëve të tyre si xhami ose si vend falje, sepse fjala xhami faktikisht mesxhid do thot vend falje, faltore. Pra, mallkimi i Allahut thot qoftë mbi jehudët dhe mbi të krishterët, të cilët thot i morën varret e pejgamberëve të tyre thot si vend falje, si faltore, si vend për të falur. Prandaj xhamit është detyrë thot që të pastrohen nga gjurmët apo nga mbetjet apo nga shenjat e shirkut dhe të idhujtarisë. Wa alla tuqama 'ala al-qubur, dhe as nuk lejohet thot që xhamit të ndërtohen mbi varre apo të varroset në to të vdekurit, siç ndodh fatkeqësisht në shumë vende të botës arabe. Mbasi që xhamit janë ndërtuar, ka prej xhamive që pasi që janë ndërtuar xhamit, njerëzit fusin në to të vdekur dhe i varrosin aty në xhami. Përkundrazi, xhamit duhet të jenë thot vende të specifikuara, të dedikuara, të përcaktuara vetëm për të adhuruar Allahun e lartë madhëruar, një të vetëm e të pashok, dhe nuk lejohet, dhe ato janë vetëm për të falur në to namazi dhe të përkujtohet emri Allahut të lartë madhëruar dhe të lexohet në to Kur'an, apo të mbahen në to mësime fetare të dobishme thot, apo ai i cili qëndron në xhami për adhurim, për përkushtim dhe devotshmëri ndaj Allahut të lartë madhëruar, sepse thot kjo është ajo roli ose funksioni i xhamisë. Ama ndërsa thot që të bën xhamit tu kam fiha awthan, që të ngrihen thot brenda xhamit thot idhuj, të cilët të adhurohen në vend të Allahut të lartë madhëruar thot, ose bashkë me Allahun, këto thot nuk quhen xhami. Këto nuk janë xhami, por këto janë pamje ose shfaqje ose ekspozime ose vende të shirkut. Pra ato godina në të cilat ka në to varre, këto thot nuk quhen xhami, por janë shfaqje ose pamje ose ekspozime ose struktura të shirkut. Edhe nëse quhen thot xhami, edhe nëse e marrin emrin si xhami. Sepse Allahu ka thënë, dhe i kthehet përsëri argumentit shehu, sepse Allahu ka thënë thot wa anna al-masajida lillah, sepse s'ka dyshim se xhamit janë vetëm për Allahun. Pra, janë vetëm për Allahun dhe jo për të tjerë përveç Allahut. Dhe se xhamit janë vend për bashkimin, për grumbullimin e besimtarëve, për grumbullimin e njerëzve besimtarë dhe takimin e tyre me njëri tjetrin, prandaj është detyrë që ato të jenë të pastra nga shirku, nga bidatet, nga shpiket fetare dhe nga çfarë do lloj gjeje tjetër e pavërtetë, siç janë sajesat, bestytnit, prallat, supersticionet, legjendet, mitet e pavërteta që i mvishen islamit, por në të vërtetë nuk kanë asnjë lidhje me islamin, sepse njerëzit lianna an-nas yatalaqawna fi al-ilm, sepse njerëzit thot në xhami marrin dituri dhe kryejnë adhurime. Fa idha wajadu fi al-masajid shay'an min ash-shirki wal-khurafat ta'atharu bidhalika, sepse njerëzit populli thjesht, njerëzit e thjesht. Pra pse ndalohen këto gjëra? Sepse njerëzit e thjesht thot nëse do t'i gjejmë këto gjëra në xhami, pra varre, shirk, pralla, legjenda, supersticione, bestytni, gur të ngritur, njerëzit ndikohen thot. Ndikohen nga këto gjëra thot dhe i shpërndajnë ato thot në tokë, e përhapin të kotën, e përhapin pavërtetën. Prandaj është detyrë fe yajib an takuna al-masajid mutahhiratan min ash-shirk. Prandaj është detyrë që xhamit të jenë të pastra, të pastruara nga shirku dhe
xhamia më e madhe, më madhështore, që është më përparësore detyrë të jetë e pastruar nga shirku është Mesxhidul Haram, xhamia e Ka'bes në Mekën madhështore, në Mekën e ndritshme, në Mekën e nderuar. Kama amara Allahu azza wa jall fi tathhirihi, ashtu sikurse ka urdhëruar Allahu lart madhëruar në Kur'an Ibrahimin alayhi salatu wasalam që ai ta pastroi Ka'ben. Allahu azza wa jall thot për këtë: Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i s-sujud. Thot Allahu lart madhruar në Kur'anin madhështor dhe përkujto kur ne ja caktuam Ibrahimit alayhi salam vendin e shenjtë Ka'ben, duke i thënë atij, çfarë i tha Allahu atij? Duke i thënë atij, mos më shoqëro mua asgjë në adhurim dhe pastroje shtëpinë time pra Ka'ben për ata besimtarë që bëjnë tawaf, pra që rrotullohen, që vinë rreth e rrotull Ka'bes, që bëjnë tawaf, dhe për ata që qëndrojnë në këmbë duke falur namaz, dhe për ata që përkulen në ruku dhe ata që bien në sejdë. Pra pastrimi, urdhri për pastrimin e xhamive nga idhujt dhe nga çdo gjë tjetër që adhurohet në vend të Allahut është urdhri i hershëm. Allahu lart madhruar nuk ka urdhëruar vetëm profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por ka urdhëruar që në kohën e Ibrahimit alayhi salatu wasalam që Ka'bja të jetë e pastër, e pastruar nga çfarëdo lloj objekti që adhurohet në vend të Allahut të lart madhruar, nga çfarëdo lloj idhulli që adhurohet në vend të Allahut të lart madhruar. Prandaj, thot Sheh Fauzani, duke konkluduar fjalën e tij, prandaj o njerëz mos lusni me Allahun, bashkë me Allahun ose përveç Allahut askën tjetër dhe asgjë tjetër. La tastaghithu bi ahadin ma Allah, mos i kërkoni ndihmë askujt tjetër përveç Allahut. Siç mund të thotë dikush, o Allah, o Muhammed, o Allah, o Abdul Qadir, o Allah, o Abdul Qadir, o Allah, o Muhammed, o Muhammed, o Abdul Qadir dhe fjalë të tjera të ngjashme me këto, sepse fjala o është thirrje, është për emër thirror, për emër që ti thërret, kërkon ndihmë, dhe kjo nuk lejohet ti kushtohet dhe ti drejtohet askujt tjetër, vetëm se Allahut të lartë madhëruar. Sepse thirrja është lutje, dhe lutja është vetëm për Allahun azza wa jall. Dhe thot Allahu azza wa jall ehadan wa qawluhu ehadan, pra fjala askënd ose asgjë, këtu thot ka ardhur, thot Sheh Fauzani, në trajtën e pashquar, në kontekstin mohus, në kontekstin e ndalesës, që do të thotë çdo fjalë që vjen në trajtën e pashquar në Kur'an dhe në rregullat e gjuhës arabe, në trajtën e pashquar dhe me kontekstin e mohimit, e ndalimit, ajo thot është e përgjithshme, është gjithëpërfshirëse, pra asgjë, askënd, qoftë ai njeri, qoftë ai melek, qoftë ai pejgamber, qoftë ai i gjallë, i vdekur, pemë, gur, drur, varr, ai që është prezent, ai që nuk është prezent, nuk lejohet që ti ta adhurosh atë, ti lutesh atij bashkë me Allahun ose përveç Allahut të lartë madhruar. Prandaj thot Allahu, fala tad'u ma'allahi ahada. Prandaj mos lusni askënd me Allahun. Pra këtu ehade përfshin gjithçka, askënd dhe asgjë. Mos lutni me Allahun askënd dhe asgjë tjetër. Dhe tregon, thot ky ajet Kurani, që adhurimi nuk i bën dobi njeriu vetëm se nëse është me tauhid, vetëm se nëse është i zhveshur nga shirku i madh dhe i vogël dhe nga kufri i madh dhe i vogël, por nëse tek adhurimi përzihet futet shirku, thot, atëre kjo vepër asgjësohet, zhvlerësohet dhe është e kot dhe është e papranueshme tek Allahu lart madhruar dhe do të jetë thot shkatërrim, do të jetë fatkeqësi dhe përfundim i keq për atë njeri i cili e kryen shirkun. Allahu na ruaj prej tij. Thumma qawluhu ta'ala, pastaj fjala Allahut azza wa jall, thot Sheh Fauzani, wa anna al-masajida lillah, dhe dijeni, thot Allahu azza wa jall, dhe se është e sigurt, s'ka dyshim se xhamit janë për Allahun, pra janë vetëm për Allahun, i kushtohen vetëm Allahut. Prandaj nuk lejohet që të ndërtohen xhamit. Këtu tani apeli është për ata të cilët kanë në dorë
dhe kanë fuqi ligjore dhe financiare për të ndërtuar dhe sponsorizuar xhamit, është një thirrje që i bën Sheh Fauzani dhe një këshill dhe një përkujtim, duke thënë, prandaj nuk lejohet, prandaj është detyrë thotë që të ndërtohen xhamit me niyet të pastër, me qëllim të pastër, që të mos jetë thotë qëllimi dhe synimi i atij personi ose i atyre grupeve të njerëzve që ndërtojnë xhami, të mos jetë syfajësia, dëshira për të dukur para njerëzve, për të vlerësuar para njerëzve, për të dëgjuar tek njerëzit, për të qenë i famshëm, për të lavdruar tek njerëzit, dhe as si një përmendore apo si një përkujtimore që emri i tij të përmendet gjithmonë vazhdimisht duke shënuar emrin aty që këtë xhami e ka ndërtuar filani, biri filanit, domethënë vepër mirë i madh, Muhsin, dordhënës i madh, filan Fisteku ka ndërtuar këtë xhami ose i devotshëm i madh. Por siç thon thot Sheh Fauzani ose siç thuhet që të mbetet tot si përkujtimore, si përkujtim që njerëzit ta lexojnë dhe ta shikojnë, apo të mbetet emri i tij i shkruar aty, apo të përkujtohet shumë gjatë. Kjo thot është batil, kjo është e kot thot dhe nuk lejohet. Por xhamit ndërtohen vetëm që të adhurohet Allahu i lartmadhëruar dhe me qëllimin e adhurimit. Dhe duhet që niyeti i njeriu që e ndërton xhamin të jetë i pastër për Allahun e lartmadhëruar dhe gjithashtu të ndërtohet me fitim halal, me rizq halal. Dhe jo me fitim me të ardhura haram, sepse li'annaha lillah, sepse ato xhamit janë për Allahun. Wa inna Allaha la yaqbalu illa tayyiba, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yaqbalu illa tayyiba. E transmeton Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë me të vërtetë se Allahu nuk pranon vetëm se të mirën, vetëm se atë që është e mirë, e pastër, halal. Fatubna al-masajidu min nafaqatin halal. Prandaj thot duhet që xhamit të ndërtohen me shpenzime me të ardhura halal dhe duhet që qëllimi i ndërtuesit, personi që ndërton xhamin, atij që sponsorizon, po dhe atyre që ndërtojnë, duhet të jetë i pastër dhe i sinqert thot për fytyrën e Allahut të lartmadhëruar dhe nuk të mos dëshiroj thot me ndërtimin e xhamis as lavdërim nga njerëzit, as që të përkujtohet të përmendet emri i tij shpesh, as i syfajsi për të mburrur, për të lavdruar nga njerëzit, apo për të dukur, apo për të dëgjuar nga të tjerët, as për famë. Fa inna bina al-masajidi ibade, sepse thot ndërtimi i xhamive është adhurim o vëllezër, wal ibadatu yajibu an takuna khalisatan lillah, dhe ajo vepër që është adhurim duhet që të jetë vetëm për Allahun e lartmadhëruar dhe nuk lejohet që t'i kushtohet askujt tjetër përveç Allahut të lartmadhëruar. Dhe me këtë fjalë e përfundojmë dhe mësimin e sotëm. E lutim Allahun e lartmadhëruar që të na ketë bërë dobi me këtë që tham dhe dëgjuam. E lutem Allahun e lartmadhëruar që të na ruajë neve nga shirku i madh dhe i vogël, nga kufri i madh dhe i vogël, nga bidatet, nga gjunat e mëdha. E lutem Allahun e lartmadhëruar me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta, që të na falin neve, prindrit tanë, gjithë muslimanët dhe muslimanet. Allahu a'lam, Allahu di më së miri, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.